Sot kemi kënaqësinë që t'i urojmë mirëseardhje në Prishtinë për herë të parë presidentit të Këshillit Evropian, zotit Antonio Costa, një mik i vendit ton, i cili vjen me një bagazh, me një përvojë të gjatë që e bën këtë vizitë të rëndësishme në shumë dimensione. Mbi të gjitha, kjo vizitë është një dëshmi konkrete e angazhimit të Bashkimit Evropian dhe angazhimit personal të presidentit Costa për Kosovën dhe për të ardhmen e rajonit ton në familjen evropiane. Zoti President Costa, vizioni juaj për zgjerimin e Bashkimit Evropian si një projekt me rëndësi strategjike i cili forcon paqen, sigurinë dhe demokracinë në tërë kontinentin evropian është më i domosdoshëm se kurrë. Sepse në kohë si këto, kur zhvillimet politike dhe të sigurisë globale janë të paparashikueshme, nevoja për hapa të guximshëm është jo thjesht një opsion, por domosdoshmëri. Kosova është gati të ecë përpara në rrugën e saj të integrimit evropian. Institucionet tona po fuqizohen gjithnjë e më shumë vit pas viti. Qytetarët tonë pa asnjë dyshim janë më pro-evropianët në tërë rajonin dhe në tërë kontinentin tonë. Dhe nëse integrimi evropian është një rrugë që kërkon besim, përkushtim dhe durim, atëherë është koha që kjo të reflektohet edhe përtej fjalëve, por edhe me hapa konkret sa i përket integrimit të shtetit tonë në PE. Presim që në udhëheqjen tuaj të bëjmë këta hapa përpara dhe që në udhëheqjen tuaj Kosovës t'i hapet përfundimisht rruga drejt Bashkimit Evropian. E në mënyrë që të ndodhë kjo, natyrisht që shpresojmë që shtetet anëtare më në fund të pajtohen që të hiqen masat e padrejta ndaj Kosovës, të cilat po dëmtojnë qytetarët tanë, po dëmtojnë interesat e qytetarëve tanë dhe projektet kyçe që lidhen me vetë integrimin evropian. Këtë verë po bëhen 2 vite prej vendimit për vendosjen e masave. Çdo minutë më shumë me masat në fuqi është 1 minutë më shumë padrejtësie, por edhe 1 minutë më shumë larg jetësimit të ëndrrës evropiane të gjithë qytetarëve tanë pa dallim etnie dhe një vonesë më shumë e projektit të zgjerimit bazuar në merita. Po ashtu është koha përfundimtare që edhe të trajtohet aplikimi ynë për antarësim i dorëzuar që në dhjetor të vitit 2022, dhe ky dokument mos të mbetet vetëm një dokument i arkivuar, por shpresojmë që do të arrihet konsensusi që ky dokument, ky aplikacion të trajtohet me prioritet dhe të mandatohet edhe komisioni, pra në mënyrë që në frymën e bashkëpunimit, respektit dhe meritokracisë që edhe vetë BEA i predikon, të ecim përpara drejt statusit të kandidatit. Por mbi të gjitha, nuk mund të mos e përmend edhe çështjen e mosnjohjes nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Shpresoj që edhe këto shtete, të cilat në fakt kanë përkrahur Kosovën sa i përket liberalizimit të vizave, por sa i përket antarësimit të Kosovës, shpresoj që edhe shtetet jonjose do ta trajtojnë atë si çështje strategjike, sepse nuk mund të ketë as stabilitet rajonal e as një Evropë të tërë, të lirë e të bashkuar, nëse një pjesë e kontinentit evropian mbetet peng i mospranimit të një realitet ky i pakthyeshëm dhe i përhershëm. Kosova, shtet sovran, i lirë dhe i pavarur. Zoti President, siç diskutuam gjatë takimit ton, edhe sa i përket zhvillimeve në rajon, dialogu me Serbinë që ndërmjetësohet pikërisht nga Bashkimi Evropian, tani me emrimin e emisarit të ri për dialog, shpresojmë që do të sjellë një frymë të re, në një qasje të balancuar dhe trajtim të barabartë të dyja palëve në këtë proces, nëpërmjet qasjes së re të leadershipit të ri të Bashkimit Evropian. Në Kosovë jemi të bindur se fokusi kryesor i këtij procesi duhet të jetë njohja reciproke ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sepse përndryshe nuk do të kontribuante në paqe, stabilitet, afatgjat e as në integrimin evropian të rajonit tonë. Megjithatë, duhet të përmend që vizita e fundit e Vučićit në Moskë në sfondin e një lufte që po e trondit Evropën, pra luftës së Rusisë kundër Ukrainën, natyrisht se edhe pritshmëritë tona nuk janë premtuese. Vizita e tij në Moskë nuk mund të shihet në asnjë dritë tjetër përpos se një akt i qartë politik që sfidon edhe vetë qëndrueshmërinë dhe stabilitetin e Evropës.
Dhe nëse një vend pretendues për të qenë antar sillet kështu dhe nuk ballafaqohet me asnjë mas leadershipi i atij vendi, atëherë pyetja lind natyrshëm, çfarë mesazhi po i japet rajonit tonë. President Costa, nëse për dikë në këtë rajon, Bashkimi Evropian është njëri nga opsionet, ju siguroj se për Republikën e Kosovës dhe për popullin tonë, Bashkimi Evropian për herë ka qenë rruga e vetme. Jo vetëm njëra nga opsionet, por rruga e parë dhe e vetme. Nuk do duhej një gjë e tillë të merret si e mirëqenë, sepse me kënd qëndrojmë, për çka qëndrojmë, me kë linjëzohemi sa i përket politikave, kë mbështesim dhe me kë bashkëpunojmë, këto gjëra duhet të kenë rëndësi për një shtet që aspiron antarësimin në BE, dhe këto gjëra shpresoj të vlerësohen bazuar mbi veprat e jo vetëm bazuar në fjalë. Unë dua të besoj që këto mbeten themelet mbi të cilat ndërtohet rrugtimi i sigurt i një vendi drejt Bashkimit Evropian. Në takim diskutuam edhe për planin e rritjes për Ballkanin Perëndimor, i cili është një hap konkret nëpërmjet cilit BE-ja ka treguar për kushtimin e vet në raport me zhvillimin e rajonit tonë, dhe shpresoj që sa më parë që të konstituohet kuvendi ynë, ky të jetë një prej hapave, vendimeve të para, pra ratifikimi i dokumenteve të nevojshme që do ta lejonte Kosovën që menjëherë të ketë edhe disbursimin e një pjese të këtij plani të rritjes. Besojmë që me përkushtimin e Republikës së Kosovës dhe me mbështetjen tuaj dhe institucioneve tjera të BE-s, ky plan i rritjes të shërbejë jetësimit sa më të shpejt të së ardhmës sonë në familjen e Bashkuar Evropiane. President Costa, ju falenderoj për përkushtimin tuaj personal, për procesin e zgjerimit për rajonin e Ballkanit Perëndimor, ju siguroj për bashkëpunimin ton të ngushtë, por mbi të gjitha ju siguroj për përkushtimin ton të jashtëzakonshëm, që të ecim në këtë proces me hapa të shpejt. Ne jemi gati të ecim përpara, por presim që edhe dera të hapet një sekonde më parë, ndërkohë që ne trokasim prej vitesh me përkushtim, me reforma, me punë, por edhe me durim të madh. Ne do të takohemi sërish në Tiranë, nesër e pas nesër, në prag të samitit, por edhe gjatë samitit të liderëve të komunitetit politik evropian. Përderisa shpresoj shumë që kjo vizitë e juaja të jetë ogurmbar për zhvillime pozitive dhe hapa të rëndësishëm për Kosovën në rrugtimin ton evropian. Në emër të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës, ju falenderoj për vizitën, për përkushtimin dhe për mbështetjen tuaj.